Një aksident i frikshëm është regjistruar në rrugën nacionale Novosel-Vlorë, ku një taksi ka dalë jashtë rruge pasi ka humbur kontrollin. Brenda mjetit ndodheshin shoferi dhe dy turistë anglez, të cilët kanë mbetur të plagosur. Pamjet që po ndiqnin në ekran sjellin momente pas aksidentit, ndërsa shtetasit anglez kanë dalë të traumatizuar nga automjeti. Në një video ekskluzive nga vendngjarja, shihet momenti kur qytetarët nxjerrin shoferin nga makina e dëmtuar. La, 10 minutë u të ullë. La, 10 minutë për të Fatmirësisht, të tre të dëmtuarit nuk kanë marrë lëndime të rënda trupore. Menjëherë pas ngjarjes, kalimtarët e rastit kanë ndërhyrë për të dhënë ndihmën e parë. Policia ka nisur hetimet rreth kësaj ngjarjeje, por paraprakisht mendohet se drejtuesi i taksisë ka humbur kontrollin. Policia po punon gjithashtu për të zbardhur më tej rrethanat e aksidentit, duke marrë në pyetje drejtuesin e mjetit taksi, si dhe dy turistët anglez.